Në prag të hyrjes në fuqi të paketës së paqes fiskale, kryeministri Edi Rama u takua me përfaqësues të biznesit për të sqaruar në detaje përfitimet që sipas qeverisë do të kenë subjektet ekonomike nga kjo nismë. Në fokus të diskutimit ishte mundësia për rishikimin e pasqyrave financiare të viteve të mëparshme, duke u dhënë bizneseve mundësinë të deklarojnë fitimin real kundrejt një tatimi më të ulët. Paqja fiskale është një zotim i hyni i fushatës elektorale dhe sot është ligj, pavarësisht disa debateve të cilat nuk adresuan dot thelbin e kësaj nisme. Ne sot jemi në kushtet kur duke filluar nga janari vitit ardhshëm mund ta zbatojmë këtë nismë. Kryeministri theksoi se përfitues nga ky paketë do të jenë pothuajse të gjitha bizneset, duke përjashtuar vetëm subjektet që janë në konflikt me ligjin apo të përfshira në aktivitetet palishme. Është një instrument për t'i dhënë mundësi të gjithë sipërmarrjeve që nuk janë në konflikt me ligjin natyrisht, që nuk janë në procese hetimore apo gjyqësore të natyrave të ndryshme dhe që figurojnë në regjistrat e shtetit si kontributor legjitim që të rishikojnë pasqyrat e tyre fiskale të viteve të shkuara. Ky rishikim jep mundësi sipërmarrjeve të korrigjohen, të vetë korrigjohen, duke ribër deklarimet e viteve të shkuara dhe duke pasur si motivim, si incentiv, një tatim shumë më të ulët mbi fitimin se sa tatimi që paguani rregullisht. Pra për çdo pasqyrë të korrigjuar, fitimi tatohet vetëm 5%. Një mesazh të veçantë Rama e pati edhe për sektorin e ndërtimit, duke nënvizuar se kjo paketë synon të vendosë rregulla të qarta dhe të barabarta për të gjithë, pa toleruar abuzimet, por edhe pa penguar aktivitetin e lishëm. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me të gjithë po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Po, më keni mbrapa këmba këmbës. Kreu i qeverisë siguroi gjithashtu se paketa e paqes fiskale nuk parashikon rritje taksash as për biznesin e madh dhe as për biznesin e vogël. Në rast se nuk janë në konflikt me ligjin aktualisht, pra në rast se nuk kanë procese të hapura ligjore apo në rast se nuk kanë rekorde ligjore që vënë në dyshim legitimitetin e sipërmarrjes, pra 99.99% e sipërmarrjeve përfshihen në këtë që thash, që nuk i kanë këto probleme, do të përfitojnë nga paqja fiskale. Natyrisht që këtu jemi duke folur për sipërmarrjen e mesme dhe të madhe, sepse kur vjen puna tek biznesi i vogël nuk ka fare tatim fitimi. Kemi të vetmin vend në këtë kontinent ku biznesi i vogël nuk paguhen tatim fitimi. Dhe do të vazhdoj të mos paguaj tatim fitimi deri në vitin 2029, sikundër ne e kemi premtuar. Në mbyllje të takimit, kryeministri Edi Rama përcodhi dhe një mesazh urimi për festat e fundvitit. Kështu që gëzuar vitin e ri, vitin e paqes fiskale, edhe paqe, por mos harroni kur një gjë. Të gjithë janë të rëndësishëm, po më të rëndësishmit janë ata që punojnë për ju. Edhe çdo gjë që ju hiqni prej tyre e keni në llogarinë e ferrit ku do përfundoni.